Besim, si duket mas riparimi. Fluturon, kryetar, fluturon. Ju lumshin kraht kryqin. Faleminderit. A i ke ato grepat e mia ty? Hykam. Mi sill pak. E kam pasion tjetër për shkim. Je bukur shumë vredare. Unë e gjej kohën dhe darga në njerë shplodhem. Ashtu është vërtet. Edhe unë po të që pasur mundësi do të vijem më shpesh. Pushteti ka punë, Ka të lartë. dalim çdo ditë dhe dyra tre. Ashtu është. Ja sot, po diskutonin për SMT-n. Ka mbetur pa drejtor. SMT-ja ka punë, çalon ajo, çalon bujësia. Ashtu është. Na duhet njëri i përshtatshëm, mirë po akoma. Po sikur... Ha? Ke ndonjë mendim konkret? Po e kam një mendim, po s'di si do ju duket juve. Për këtë ke fjalë? Për inxhinier Gjergj Trinë shokullon. Është kuadri i Zotit, është i afshëm. Gjergji? S'ko dita në shoj duke. Jo. Gjergji është me të vërtet kuadri i Zotit, po... Habite me ty, Emil. Nga shoku Shkëlzem ka mësuar se keni propozuar master ndaj tij për atë defektin e anijes peze. Ashtu është, shokullon. Unë propozova masë edhe për veten time se pandeja, se faji ishte yni. Mirë po komisioni anketimit që studioi çështjen thellë nuk na ngarkoi me përgjegjësi. Përkundërzi, për inxhinier Gjergjin tha fjalë shumë të mira, prandaj edhe ju a propozoi shokullon. Po. Inxhinier Gjergji është konstruktor i talentuar. Shumë. Pastaj keni edhe përgjegjës byros teknologjike. Neve na than krah shokullon. Po duke u nisur nga nevoja juaj dhe nga interesi i përgjithshëm, prandaj po. Po, sidoqoftë propozimi nuk është pa. Shikojmë. Do bisedojmë me ato shokët e komitetit partisë. Në rregull. Ç'u? Në rregull. Do t'i hedhim një herë tojet e ti. Çat ka dorë? Ëra se e vrava të dreqin. Po bicikleta? Mos u bëj merak, se kam mësuar te bicikleta Gjiu. Qa bicikleta Gjiu, mo? Pse pësoj gjë? Po rruzova. Vrava dhe dorë. Si urdzove, buri dhe si urdzove. Dgjoj. Par zanën me Edën nga shëtitori e Curilave. Po pastaj? Ishte ai tipi nga mbrapa. Orgimi. Po është treta herë që shikoj nga pas. Tipi çuditshëm. Sa ti bëj kësaj, se ti she për mua e kisha rregulluar unë qefin. Iki. Qa ke ndërmend bësh? Qa ke ndërmend bësh? Ike ndera, fundit unë e kam patentë. Dgjoj, merr dhe urimi me vete, se ke te kthesa. Tani më rrisi pule lagurt. Shike kjo që na bërë më rrugaq. Një rrihesh me grushan për rrugë. Sot bën këtë. Nesër kush e di se ç'do të na bësh. More, kur do të vësh mandi? Ne me bukë dhe ti me burë. Mos mirë njohës. Jeshtër, unë nuk jam mos mirë njohës. Po zana nuk e lë dot vetëm si njeri pa njeri. Si për ditë mjeshtër, janë dërinë, s'ke se shbën. Gabim të madh ka bërë djali, po se përsërit më, ha? Pim një kafe. Haj. Ç'bëre për projektin? E mbarov. Urime. Dje u miratua në mbledhjen e sektorit. Po kam një farë dyshimi. Pse? Po ja, par dje erdhi në Institut Gjergj Trina. Të kujtohet, kam falur. Po. Nuk më pëlqeu fare projekti. Oh? Ngul këmbë për vendosjen e sinkroliftit. Çfarë është ky sinkrolifti? Po ja, si ta shpjegoj unë.
Është një lloj platforme metalike që nxjerr në mënyrë të mekanizuar anijen në tokë. Ma më duket interesante. Jo, ashtu është interesante, por është vështirë për të realizuar. Se dëgjoj Brikena, kyçi çdo suksesi në punë qëndron tek të qenurit me këmbë në tokë. Se mund të ndroj unë gjithë natën dhe gjithë ditën, por puna është se sa mundësi kam për të realizuar të ëndra. Nxitojmë tani sa po van? O liri. O sikur mos shkonim fare në festival, shkojmë diku tjetër. Pse? Kam hallin ajkunës. Që më duhet ajkuna kur të kam ty me vete. Pa hapeni të shkritë në sofava. Ishtë bërë hataja sot këtu. Pse? Ishte ajkuna. Tani sa po iku. Ashtu, a? Shkon dhomën e gjumit se të pretytat. Hajtë keqe nena, por kujdes sa është pa qef. Mirë mbrëma. Si e, babi? Ullu. Pa të ndaluar që takohesh me të. Ju sot jeni takuar së bashku në festival, po. Unë s'ju kam premtuar se do të ndaj me të. Pastaj s'gjej asnjë arsye, o babi. As ju s'm keni dhënë fakti që të më bindni se ai se meriton dashurinë time. Ka verbuar dashuria vajzë. Dashuria e vërtetë s'është verbëri, baba. Je, pora. Kush ka këtu? Zgjedhën me këtë. Dashuria ka verbuar njerëz më të mençur se ti, vajzë. Ashtu është, o babi, po. Ju akoma s'm keni thënë se shtkeqe ka i liri. I dashke me të numëruar ati. Mirë. Tate mu. Dëgjoj këtu, Brikena. I dashuri, i zgjedhuri, i zemrës tënde. Ka ardhur me shërbim këtu. Ka ardhur përkohësisht në institut. Kjo do të thotë jeni se mund të shkoj përsëri në Vlorë. Në çfarë? Do të shkosh pas? Po. Që kam sakrifikuar një jetë të tërë pas jush. Çfarë? Mos do të bëhem bish të ashti në këtë mosh. Përke në mirë, a i kuna duhesh të shkon të pasporit saj, sepse ashtu duhet. Po ti pse? Pse? Ti ke patur kaqe raste njëri më të mirë se tjetri. Pse? Mos do të më kërkosh edhe ti që të ndërhyj për të. Baba. Mos vallë këto shpresa e mbajnë atë që të është vardisur kaq shumë ty. Jo, babi, ai nuk është njeri i tillë. Pastaj, pse i shikon gjërat kaq si? Të lutem, mos e kërkoj një gjë të tillë. Unë atë e dua dhe nuk mund të ndahem prej tij. Atëherë, është e kohë që të vazhdojmë të bisedojmë bashkë.
Shko. Jo. Nuk më merr mendja se ti do t'jesh e lumtur kur të mendosh për vuajtjen time. Pas kene ardhur, inxhinierë, Se ju si gjithmonë i përpikë, profesor. Përpikmëria në orar është detyrë elementare, inxhinier, por për një specialist ose shkencëtar është kriter vlerësimi. Ja për shembull, me që ish antar i komisionit të anketimit të anijës peze, bëri përshtypje jashtëzakonisht të madhe saktësia e llogaritive dhe e projektimit të saj. I tha shokut Shkrizen se inxhinier Trina meriton të paktën atestimin e bashkëpunëtorit të vjetë shkencor. Keni gjë tjetër? Jo. Mirë. Pritni pak jashtë. Unë me të shumë i zgjinjur, shok. Se kuptoj. Si aspiron të bëhet shkencëtar një njeri që nuk njeh thellësisht lëndën e tij kryesore profesionale. 6. Për mua 6. Në fakt, mes 6-s dhe 7-s ishte. Por, me që është drejtues një kantier dhe me shumë të lashe, do të ishte si fyes e nota 6. Lëshimi, shok. Lëshimi. Unë mendoj të mos bëjmë asnjë lëshim. Sepse mediokër si ky pastaj arrin që të zhvasin edhe grada shkencore. Kjo s'ka asnjë dobi shkenca jo. 6. Kam 15 vjetë që me kantierin, me shokët, kam lidhur gjithë jetën time. Edhe kjo nuk është gjë e lehtë. Ju duhet më kuptoni, shokë kryetar. Pikërisht tani që mendoj se mund të bëj diçka, ju... Çfarë? Si ta them... Po, nuk jam i prerë për të qenë drejtor. Jo, vërtet, se them për t'i bërbisht. Më kolloj bëj një projekt tani, se sa të artoj një relacion zyrtar. Prandaj lutem, më lejoni të punoj aty ku jam. Se unë... Hapëra, nxirrë shkretër. Më falni, po ju pyes. Kush e ushtiu në mend kandidaturën time? Kush na shtiu në mend? Puna jote e mirë, Gjergj. Të faleminderit. E kuptoj, po nuk e bëj dot. Mirë, Gjergj, mirë. Do me thë nuk u bëre i madh inxhinier. E vazhdimesh. Ja që erdhe me fjalët e mia. Megjithëse më akuzuan për shpirt repati. Unë për vete isha i bindur. Maketën e fontanit e ke gati, të motoskaf. E dënë? Po. Ika. Miropafsh. Miropafsh. Haja mirë. Erdhe për takimin, e? Fani për vonesën, po sapo mbalova provimin e parë të gradës shkencore. Me sukses? Po sigurisht me sukses. Hajde, urime, urime. Faleminderit. Megjithëse prodhimi nuk lëkoj që të përgatitet. Ashtu është. Më falni. Lutem. Urda? Po. Po e qartë. Shtesa e prodhimit është e nevojshme, po. Po. Edhe pasqyrën e specifikimit këtu e kam. Po.
Po, kuj do t'ja ngarkojmë të shtesë prodhimi? Të gjithë kanë delashet e tyre. Mirë, do të bisedoj dhe me Nestin dhe do t'ja përgjigje më vonë. Miru pafshim. Tjetër halkë. Më fali që ndërhy, përse është fjalla? Për ato pajisjet elektrovinçave, i kemi shumë problem. Po mirë në i gjë nuk e marim do të përsipër, ne? Po mbi planin edhe pa shkelur cilësia. Po kuptohet që u shkëllëzën, do sforzohemi i qikë, po derisa janë ka jitë nevojshme. Janë shumë të nevojshme. Po mirë, bisedojnë edhe me kolektivin, edhe pastaj të konkretizojmë se ç'pjesë do të prodhojmë. Me kolektivin e bisedojmë ne, shoku Shkëllëzën, po për detyrën që kam takon të di edhe mundësitë edhe rezervat, kështu që i sentime e marrë që tani unë. Po mirë, dakor. Shkojmë atëre? Shkojmë. Urdhon. Dhe si antari drejtorisë do e marrë shtyp përsipër drejtimin e aksionit. Edhe i duhet përfunduara brenda 3 mujorit edhe jashtë planit. Brenda 3 mujorit? Po, është detyrën, e ka ngarkuar dikasteri. Dhe ta marrun përsipër? Po sigurisht. Apo do të marrësh përsipër drejtimin e kantierit? Po është e pamundur, sheku Emil. Është një volum pune që se përballojmë dot. Ndaj ju lutem shumë, studiojeni edhe një herë. Nuk kam se çfarë të studioj. I duhet përfunduara brenda 3 mujorit, thash. Sikur nuk e diu që nuk është aq kollaj sa në letër. E po unë nuk marr përsipër një detyrë që nuk mund të bëhet. Më çuditë dikasteri. Po si mund të jap një urdhër të tillë? E po ja që kanë harruar të pyesin ty. Shiko, nuk të thira këtu për të diskutuar detyrat, po për të ngarkuar detyrë. E po ky problem duhet shtruar në kolektiv. Përdon mendje e vetë me ti, po ja që këtë radhë nuk është nevoja, duhet punë. Ashtu? Ashtu. Po unë më vjen keq që të shoh kështu të sikletosur, po ja që kështu e kanë këtë punë inxhinier. Dikush duhet urdhërojë, dikush të bindet. Edhe puna me sinkroliftin pret apo jo, nuk është aq urgjente. Pastaj ju jeni i Zotit, ta raciononi edhe kohën, edhe punën. Qartë? Cine 57. 5 decimo. Differenza 5 decimo. Ja. urdhëro pjesë të detajeve për pajisjen e elektrovinçave. Inxhinier. Mos ka keq kuptim apo ndonjë gabim këtu? Jo, nuk ka asgjë të tillë aty. Po kryeinxhinieri na i paraqiti si një detyrë që mund të arrihet në aksion. Derisa thot kryeinxhinieri, ta bëjmë atëre. Si ta bëj? Edhe ti që ke bërë llogaritë vetë kështu? Po si mund të ndryshe përgjegjësi i aksionit? Apo nesër dalum pengu si kryesori ty. Ti të paktën duhet më kuptosh. Në radhë të parën ne të dy jemi komunistë dhe nuk na takon të flasim kështu. Unë mendimin tim e kam dhënë të qartë dhe do ta mbroj deri në fund. Por që nuk është punë drejt që e mori. Ne po bëhemi vetë pengesë për punën tonë. Punën nuk do ta pengojmë. Vaporët do t'i riparojmë dhe sikrolistin do ta bëjmë. Por aparaturat, ato vinxhave do t'i bëjmë se diku duhen. Po sa kemi takatin? Po pse mi thua mua të gjitha këto? Mirë më mirë, ke të drejtë. Po nuk më merr të mendje që kryeinxhinieri kantierit të merrte përsipër detyrën në ty. Do paktën të bënte një llogaritë të parafort. Ajo. Ai llogarinë e ka bërë. Po e ka bërë në kurrizë të sinkroliftit. Ç'është? Agimi është zhytur për të parë avarinë e Elikës.
Mjeshtër duhet nxjerrë në thatë. E liga e kanë ngrënë keq. Po ty shtu desh pa bombula. Kishte defekt kompresori. Pastaj unë jam zhytur për qef, jo për punë. Landi, shpejt të vishet. Nxito. Ik mërti. Po trama? Më ngriu gjaku. I tillë është Agimi. Prandaj është ai. Dhe e dua si djalin tim. Dhe ma merr mendja jo vetëm unë. Jo, ti e ke marrë natë kohë. Ai është njeri shumë i mirë. Dëgjoj sa. Po. Edhe mua më ka ndihmuar për punën e shtëpisë. Le që po të kishte dashur kryeinxhinierit, kishte flakur jashtë, me atë që bëre ti me makinën. A lem fare këtë bisedë. A i gëzuar. Gëzuar. Shiko kush erdhi. Sa zor që më vjen. Pse këtu s'ka asgjë të keqe? Domethënë, projekti mbeti e qish. Sipas kam lejtur fare mendimet tona. Ju keni mendime dhe qëllime të mira, inxhinier. Por disi të parakoshme. Do të shtrim këmbët sa kemi organin apo herë. Dakor, po pse ti vjen vetes pengesa nga koka nga këmbët, që kur të kemi organin më të madh, mos i shtrim dot pastaj. S'po e kuptoj. Po ja, nëse do ku i thatë, duket i parakoshëm dhe kërkon shpenzime të mëdha. Pse të mos i lëm vend të paktën për të ardhmen? Bravo. Çdo të marrë? Po verë? Atëre 2 vera i ndopi raki. Qofte dhe fërges. Po mirë. Nëse e vërtet është kaq i domosdoshëm për të ardhmen do ku i thatë, atëherë pse nuk e parashikuan detyrën e projektimit? Duhet ishit marrë vesh me njëri tjetrin, sidomos ju specialistët më me përvojë të kantierit. Për këtë ke të drejtë. Po, shkallëdokimi përsëri 3.000 lekë. Për mendimin tim është shpenzim i kot. Sinkrolifti e bërë me leverdi punën e tyre. Të nxjerrësh nga det janijet e vogla dhe të mesme me shkallëdokimi, do të thotë punosh si në konet e udhës. Mirë, po sinkrolifti juaj ka 500 ton kapacitet. Kush tha? Kjo është vetëm faza e parë. Më vonë do ta bëjmë 1000 tonësh. Çfarë? Stresohet? Po buja, mos na ka falire për këtë mosbesim. Unë prapë me mendimin se duhet vetëm një shkallë e madhe dokimi për ndërtimin e anijeve të reja. Ju admiroj për ëndrat e guximshme, inxhinier. Ëndër? Po pse ëndër ju duket prodhimi i anijeve 500 tonëshe? Na ka kostuar 3 herë më lirë se që mund t'i blinim jashtë. Pse duhet mendojmë kaq shumë për riparimin e anijeve dhe kaq pak për ndërtimin e tyre? Më falni lirë, po duhet t'im kreti sinqert me ju. Ajo, mos u druani as pak, inxhinier, se debati pa sinqeritet nuk ka vlerë. Por pavarësisht nga mendimet e njëri tjetrit, detyra e projektimit... Detyra e projektimit? Përsëri detyra e projektimit? Sidoqoftë, nesër do dëgjojmë dhe shokët e tjerë në mbledhjen e Këshillit Tekniko-Shkencor të Kantierit. Po këto? Mos u mërzit, Tomi, se do të rregulloj Genci ty. Do të njoh me shokët e pallatit, do të bëj një kasole të bukur. Sa gjëra do të bëj unë ty. Genci? Po ti këtu? S'më pranon mami në shtëpi. Pse? Po jam o babi, unë si jam usha mendje për tjerit shkollës, ma falë të këtë qenë. Sa ti bëj një kasole? Po ti e di që mami lodhet shumë. Se përveç punës, jemi 2 burre që presin prej saj. Kurse ti në vend të çlodhesh, e mërzit e lodh më shumë kështu. Kur më thot për në një punë, unë e bëja, babi, po që ta gjej vetë që duhet të bërë, s'jam gotë. Pastaj mami thot dhe për ty që se ndihmon. Të drejtë ka. Pastaj ti e di që kam patur shumë punë. Kështu thua gjithë fundi, babi. Po me qenin si do t'ja bëj? Po shtetem unë. Ja, po mbledhin këshillin familjar dhe di që të rregullojmë. Sa mirë zgjidhen punët kështu, po ti s'ke shumë kohë të rish me ne. Pastaj, dhe kur vjen në shtëpi, mendjen tek librat e vaporrit.
A inxhinier. Erdha të bisedoj. Nuk kemi që bisedojme. Dëgjove ti, dëgjova dhe unë në mbledhjen e Këshillit Shkencor, apo jo? Si bashkautor do të vendosim bashkë se ç'do të bëjmë. E po mirë do të bëjmë në një përmirësim, në një ajustim të vogël. Në mbledhje nuk u diskutua për përmirësim, por për dy koncepte fare të kundërta. Djalosh. Duhet të llogaritur edhe sinkrolifti. Se merr kaq seriozisht të lutem shumë. Kështu ndodh kur diskutohen projektet, ka mendime të ndryshme, po sa mendje ka. Unë mendoj se ata që kundërshtuan projektin kanë të drejtë. Ashtu? E po mirë. Mund të bëhen dy variante atje. Shumë mirë, të shtrohemi dhe të saksojmë gjërat. Nuk kemi se çfarë të saksojmë. Unë perspektivën e zhvillimit të kantierit e kam bërë të qartë, edhe problemet që dalin gjithashtu, pavarësisht se sa janë kuptuar dhe konkretizuar në projekt. Por ju keni firmosur detyrën e projektimit, edhe projektin si bashkautor. Shikoj inxhinier, në fund të fundit unë kam hallet e një kantieri për mi krye. Kurse ju që paguani si projektues të nguleshit këtu gosht, e të sqaronit që në fillim të gjitha. Edhe jo ishtë të më thuash tani se kam të drejtë. Sa për gabimet e mia, por vetëm për të mijat. Jam gati të mbash pasojat deri në fund. Ndoshta gabimi im kryesor është se pata shumë besim në njohjen tuaj si kryenxhinier i kantierit. Mos spekulloni me detyrimet që kam ndaj jush si zot shtëpie, sepse në fund fundit edhe spekullimi ka një kufi. Sa për të qenë korrekt me ju, po ju them se do të raportoj me besnikërinë e drejtorinë e institutit për gjithë çuba që u tha këtu. Edhe nëse do të më besohet riprojektimi, do ta bëjmë me dikë që të mos ketë në kokë hallet e një kantieri. Atëherë nuk kemi që bisedojmë bashkë. Hajde, urdhër. Faleminderit. Nuk është projekti i parë, se po ka shumë ndryshime. Është një variant tjetër ku kam pasqyruar pothuajse të gjitha vërejtjet që u bën në kantier. Ju kishit të drejtë inxhinier. Po mua më kishte bërë mendje dhall tjetër kush. Edhe ja tani po paguaj Araci. Në ratë parë është kantieri vllajtashëm. Kantieri. Ne shkoj me vim, kantieri mbetet. Dhe s'dua që nesër ata që do vinë pas nesh të na mallkojnë për këtë. Inxhinier Bert Rora, miku i ngushtë i Emilit. Thoma, të lutem parakaloj pak motorin. Ç'pas e kështu sotëm? Asgjë. Nuk të nga dhëma për nësë. Jo, po keme të ndryshimin. Ka marrë një pasë të të Pse fikemi? Ishte këngë e bukur. Ma ka dhënë kasetën një shok. Të lutem fike se nuk e doro ka ndodhur më shumë koka. Më çfarë ke kështu ti se të pyeta edhe që parë? Asgjë. Shqyqyr që e bërë zemrën ngurë të erdhe. Të pritëm mbrëm. Po unë sot para dreke isha nga shtëpia. Gjitha vetëm gjyshen. Ndenja sa për ta qetësuar pak. Se qa kishte gjyshe, unë e lash mirë. Po qirte faqet nga turpi. Se kishin uruar beban për fejsën tënde. Ama kokë që ke dhe ti, e? Po fundi ama mirë kështu. Me sakrifica. Se sa kështu si unë. Me leritje po, mërzitje po. Ti s'ke pse ankohesh Vangjilin e ke shumë të mirë. I mirë, pra shumë i mirë është vërtet.
Diplomat po. Korrekt po. Delikat po e po. Është edhe i ëmbël. Aq i ëmbël sa ta sjell shpirtin më të hundës. E di çam shkruante. Ha. Se s'kishte nga t'jamante dhe ishte detyruar ta pranonte apartamentin e dytë. Edhe për të më ëmbëlsuar mua dhe imbjen, ma kishte bërë fush me lule si ndonjë 15 vjeçar naiv. Prandaj nuk e doti. Prandaj të rrethon. Njën vete ti? Nuk të lejoj ta dishe? Ti s'duhet të lejosh vetes. Më qa flet, qa thua? Qa një të budalli që? Di mazit e ku shkove me motorti. Nuk të jap llogari ty. Shiko punën tënde. Në të e dua. Dhe ta kem shokjete. Po ti maj. Ti që ke goxha burr. Që plase sa e more. Që brodhe Europën me ta. Që të do dhe të mban në plëm të dorës. Si s'ke turp, maj. Si të vjen turp që e traf... Kena më falë. Kena të lutem falë. Alo. Po. Si? Babi. Doktor, si është? Asgjë më rëndësi. Ngritje më njëhershme e tensionit që ka rreziqet e saj. Ka mundësi ta shoh pak? Po si? Faleminderit. Nuk kam ndonjë rrezik. Ca ilaçe do t'i kaloj. Si e babi? Mirë. Kaloj. Barikena, ku është? Po e mund të babi. Endi. Ju desha të dyjave këtu pranë. Më fal, babi. Inxhinier, unë shkon për të faqet zezë. Po kështu e drejton aksionin? Po përpiqem me sa mund. Pastaj 108% nuk është për faqet zezë, besoj. Nuk më dohen përqindjet mua, më dohen pajisje që kërkon ministria. Apo do të na nxjerrësh gënjeshtar para zëvendës ministrit? As pak. Po me ndonjëherë dëshirat përputhen me mundësit.
Pastaj mendimin tim ta kam thënë qysh në fillim. Po ja, këtë thuaj, do që të dalë fjala jote, sepse mundësitë janë, po mungon dëshira. Prandaj edhe nuk e cilë punë këtu për mos bën një fjalë akoma dhe më të rëndë. Ju mund të thoni çfarë të doni, po kjo nuk është e vërtetë. Atëherë pse nuk i ndërpriti punimet me siguri liftit përderisa nuk kemi afate për të. Pse nuk i shkurtoni ato procese prodhim që ka propozuar inxhinier Gjasimi këtu të shumë? Sepse asnjë nga ato nuk duhet bërë. Lifti ka akoma shumë punë të lashe për të montuar. Kurse shkurtimi i proceseve do të thotë shkeli teknologjisë, prandaj cilësisë. Mjergull fjalësh. Mjergull për të fshehur të vërtetën. Ka mundësi të flas më haptas? Ti kërkon që unë turprohem para udhëheqjes dikasterit. Kështu? E po në rregull atëherë. Ti e ke kollaj. Hiq me mua dhe merri vetë në dorë frenet e aksionit. Tregoje sheshit se sa i zoti je. Se për ndër planën letër e për ma zotime në vash kollaj. Provoje vetëm një ditë të zbatosh ti këtë plan, e pastaj kërkon nga të tjerë të zbatojnë çdo ditë atë. Të është ngarkuar ty aksioni, edhe ti do përgjigjesh gjë në fund. Do vëndi e një edhe partitë për këtë. Emil. Jemi keq me aksionin mjeshtër. Po shoku Shkëlzem thotë se ju vetë morët përsi për këtë detyrë. Edhe nuk e përfillet fare kolektivin si që porosit je. Po mirë, kush u autorizoi juve që të mireni me punët e mia dhe të na krijoni keq kuptime me dikasterin? S'besoj të kem nevojë për autorizimin tuaj të shkoj të qaj hallin komitetin e partisë. Ec. Emil. Shiko, te pago t'ja qësh mamas nesër, e? Qështë? Një kek. Edhe shiko, mos haro t'i Do t'ja shpirë shoferi, se unë nuk ja shpirë, do të jam i zënë në punë. Si s'ja shpirë? Të shkosh dera tjetë mos i bësh një vizit mamas? Për çka për të çuditur? Se të mos çuditem njerë. Po jam i zënë kam punë, thonë. Muhabet. Kur ishte babaj gjak, ishe gjithmonë kohë. Oh, babaj. Lëre më çkret nga ti të karën, lëre të qetë. Do mos të se tani s'ja kemo nevojë. Ashtu është, se kam me nevojnë. Hajde të bijem tani se pastaj vjen edhe më nxjerr gjumi ti mua. Qoftë se të bezdis më të fletë. Mirë. Lëre se shpi. Nuk ka nevojë të kesh. Sa jam mërzitshme e bërë. E di. Po unë çuditem se plasë sa morë. Se isha budalla, prandaj. Po mos më bëj të flas tani ti nxjerr të gjitha se këtu i kam. Merr vesh apo s'merresh? Unë nuk po të fyri. Po me qenë qera fjala, po ta kujtoj se u lidhe me mua për interes. Se kishe nevojë për përkrahjen e Timeti që të bëje karrierë prandaj. Ule zërin. Se mjaft kam heshur, po mjaft kam gëru një herë. Mbyllë me se u bëm objekt na dëgjuan tjerë komshit. Po si kësa i tremështi. Ke hatruash masken, po ja që unë të njoh pa mask. Dhe mallkoj ditën që u martova me ty se ma nxive jetën ma nxive. Gojën më dhish tërp. Mirë më bërë. E meritoja. Adelin. Çfarë bën? Adelin. 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 Jërë që ngjasin Adelin. Ktheu të lutem. Jerusalem. Shkemi. Ja, këtu është doku i thatë, kur në të ardhmen do të riparojmë vetë anijet e mëdha që ka dhe do të ketë flota jonë. Ky është singrolifti, i cili do të përurohet këto ditë dhe që i bën fare të panevojshme shkallët e vogla të dokimit të variantit parë. Kurse këtu është parashikuar shkalla e madhe e dokimit, e cila jo për riparime, sesa për ndërtim anijesh.
Zona që shikoni është lënë bosh për rritjen e ardhshme të kantierit. Varianti dytë, i zbatuar plotësisht, e ka përcjellën kufirin e financimit. Veç se projektuesi nuk do ta kapërcej këtë kufi. Thash i zbatuar plotësisht, sepse në fazën e parë nuk është parashikuar do ku i thatë. Por si të qoftë, vendin e ka dhe do t'i lidhur teknologjikisht me pjesën tjetër të kantierit. Kurse shkalla e madhe e dokimit, jam i mendimit të ndërtohet qysh në fazën e parë, për të pasur qysh tani të hapur për këtë po ju thoja. Sipas nevojave të ekonomisë së vendit. Po, bashkautori nuk është dakord me ju. Bashkautori i variantit parë? Po. Të cilën ju sot e kundërshtuat. Pse e bët këtë? Sepse nuk u thellova në njohjen e problemeve të kantierit, të mendimit të specialistëve dhe punojësve. Por unë mbështeta vetëm në njohjen e mendimit të bashkautorit dhe bëra një punë teknokratike. Për këtë mbaj përgjegjësi të plotë. Edhe kam bërë autokritik në mbledhjen e kolektivit të institutit. Po ju lutem shumë, kjo është fyrje? Inxhinier Emili. Po si që nga kështu, profesor? Po më qetë. Më qetë. Ta dëgjojmë një herë, pastaj nxjerrim konkluzionet. Vazhdo djalë, vazhdo. Desha të theksoj se me përurimin e sinkroliftit, varianti i parë u vjetërua dhe u tejkalua para se projekti të miratohej. Kaq kisha. Më falni. Po neve të kantierit jemi më të interesuarit nga të gjithë që të kemi kushe sa më të volitshme pune. Po të jemi edhe një qik realist, shok. Jetojmë me situatat, me hallet e popullit. Edhe një qik më respekt për djerës të ti, ju lutem shumë. Ne do i përballojmë detyrat pa kërkuar asgjë të tepërt, me mobilizimin dhe gatishmërinë e punojësve tanë. Të cilët kanë qenë kundër variantit të parë. Apo s'është kështu? Ka në një që kërkon që qëran hedhë. Si do qoftë unë jam për variantën e parë, me në një përmirësim të vogël. Unë jam dakord me shokun Emil. Investimi është i madh dhe i parakoshëm. Pavarësisht nga dëshirat, po ne akoma nuk kemi përgatitur për ndërtimin e anijeve të mëdha. Profesor, ju dëgjoj. Është për arsye moshe dhe shëndeti juve do të më lejoni që unë të flasë ullur, ndërsa unë nuk do t'i lejoj vetës time që për arsye moshe të mendoj si që mendohen disa shok të ashti këtu. E ka mira i inxhinieri ri atje. Po. Pavarësisht në një vërejtje që mund të kemi për projektin, a i foli drejt, shok. A i foli drejt edhe me kuzim. Nuk ka, shok, kur veprat që projektojmë edhe ndërtojmë shikohen me perspektivë, kjo do të thotë se i kemi shërbyer mirë ekonomisë sonë. Përkundrazi, një teknologji që vjetërohet shpejt, sado që në duke e lirë, ajo i kushton shumë shtrenjtë popullit. I kushton shtrenjtë edhe nesër i bëhet ferë në përkam, sepse e pengon zhvillimin ekonomik dhe teknik. Mirë po, shoku Shkëlzen është një qik i mirakosur për kufit financiar. Deri diku keni të drejtë shoku Shkëlzen, sepse juve i dini më mirë hallet edhe punët që duhen bërë. Por edhe unë ama nuk them që të bëjmë luks të madh për ndërtimin e një vepre edhe të lëmë disa vepra të tjera që janë pa të nevojshme. Por ama më falni, jo sot të ndërtojmë një vepër, edhe nesër të themi që bëmë. Pa mu të përballoj dot një punë të tillë. Një kantier si pas projekte që në paraqitet këtu pak më parë dhe që e mbrojti me aq fanatizëm shoku Emili dhe ndonjë tjetër? Jo, shok. Në asnjë mënyrë, jo. Ja disa për llogaritje i kam bërë ashtu shpejt dhe që e vërtetojnë totësisht këtë që thash. Pjesa më e madhe e fondeve që do të harxhohen për dokun e thatë, del nga eliminimi i shkallëve të vogla të dokimit, të cilat do t'i zëvendësojë sinkrolifti. Ndërsa pjesa tjetër
Jo vetëm që është e vogël, fare vogël, por edhe me rëndësi shumë të madhe për perspektivën, shok. Inxhinieri Liri ka menduar mirë, me Niko Qirlek i ka menduar drejt gjërat. Unë ka që kështu. Profesori bëri këtu një argumentim të saktë dhe shkencor, kështu që unë nuk kam se ç'të them. Vetëm se duhet të përgëzoj inxhinierin e ri Ilir Çelikasi për punën e mirë që ka bërë. Përgëzime inxhinier. Faleminderit. Dëshiroj të them se për variantin që u miratua, ndihmesën kryesore e ka dhënë inxhinier Gjergj Trina i kantieri detar, sido që zyrtarisht nuk figuron si bashkautor i projektit. Po ku është këtu inxhinier Trina? Nuk bën pjesë në këtë këshill dhe nuk na është rekomanduar. Sidoqoftë, i lumt edhe inxhinier Trinës. Ashtu është, profesor. Atëherë diskutimin e mbyllim. Urime djale. Edhe sot më dhatë një mësim të mirë, profesor. Po edhe ti studenti im jesh, Kryze. Sa të rrojmë, do mësojmë nga njëri tjetri. Po mua nuk më del nga mendje i inxhinieri i ri. Djali aftë. Ja, të tillë njerëz doin për krahun me të gjitha forcat. Kurse të pa aftët janë të patorshëm. Atyre duhet që të tregojmë nga ne shumë shkëlqe. Kjo shtëpi më deri në shtëpi, profesor. Ja, jo, të faleminderit shumë. Sot është kohë e mirë edhe unë kam nevojë që të eci pak në kënd. Si e ndjeni veten tani? Më mirë, tash më mirë. Shëndet, profesor. Ditën e mirë. Gjithë të mirat. Tjetër. Hajde ma shiko pak petën, pse më del kaq keq kjo? Po vini edhe pak një sheste. Ashtu. Hape tash. Tash me mbrekso. Ke nga duar të ndrikene zbirë. Studenti im, ai Qeliku. Iliri? Iliri. Ai sot më ka bërë zemrën mal, më ka bërë. Babi. Shiko se si në shkollën të ashtë. Shkollën të ashtë. Po që keni këto shokë e milë, të tepër të. Nuk e zhëllë zhëllën, Goli. Ta prim nga një gofë, bëqa me të. Falenderit.
Mirë. Ja gëzuar. Bismillah. Se gjithë të mirë. Burdo. Faleminderit, unë vetëm partizan. Lize, su bëgjameti, ha? Faleminderit. Po ju e keni filluar kështu përsëri? Është lënë hadhër kuris, lënë të lashit. Po që keni kështu shaku e mi? Faleminderit. S'jam një mor kuris, që kam një dobules. Më prijen gjujnë. Po të siguri lodhja. Lodhja, shaku, lodhja. Lodhja. Insaf, gjithë i kanë tjerë gjithë probleme. Ashtu është. Po, Adelina? Adelina? Qëfar? Nuk ndodhet në shtëpi. Nuk është këthyër akoma nga punë. Mallkuar tuaj, u shkërkon punëra e poste me përgjegjësi. Ashtu është. Jo. Më mirë 100 herë i thjesht. Ku ma gjenë? Flerat, Flenë si qenë. To evidencët i sodhe? Po, urdhë. Da. Me globalin qëndrimi mirë. Po, kësa radhe e mi shumë. Jo, mirë. E të me zërat. Si kemi punët mirë i shkolli këtej, të kalime, ndedi viqite. Në hap të lashet të mëdha shumë kjo. Pas gjithë atyre kritikave që na bënë për projektin e rekonstruksionit, edhe kjo na duhet. Po shtë të thotë Koli, më shoko Emil. Po ja, më të bënë e gjë, Koli. Duhet lëvizur diçka. Jo, maja e lapsit bënë mrekullire. Kjo është me zarar, më shoko Emil. Si jo nga me zarar, po të vend në qeveri. Do ta bësh një qik me zgjuar sidi, të zgjuar një qik. Se funda nuk është një gjë e madhe, iq nga një xhep edhe hidh një xhep. Dëgjove. Ku di është të themish? Hidhe. Ashtu. E ta në kësaj pune ti, Koli. Dëgjove? Vretën ta hoqim, Koli? Po. E hoqim, dhe? Hoqim. E mirë shumë. Djali është mirë. Mirë, faleminderit. Po është mirë fare, Dgjë, Koli. Urdhë. Mos pandese e bën vetëm për mua, dgjë, dhe? Mos harro se je shef plani. Ashtu është. Tani mere ti edhe nese do të marrësh në telefon mua. Ose dëgjoj, e di ç'ke e këtu në shtëpi. Ashtu. Hajde gëzor. Mirë mbrëma shokë bëje. Me mbrëma, Koli. Si unë krysi. Faleminderit. Urdhë brenda. Jo, faleminderit. Kisha një dy fjalë me ty. Urdhë brenda. Të lutem. Një dy fjalë kam vetë. Si të duhesh. Si është puna? Kam një të madhe shoku bëje. Mi ka vend të dyja kemë në i këpurës kërë inxinjeri. O planin më thot o gjemë. Po pse vetëm ti do ta bësh planin? Pra ashtu i thash edhe unë.
Bile tani sa po kthejmë nga shtëpia e tij. Por ai Mirë. më do masht në dorën e tij. Ai do që unë të fshet të vërtetën dhe të them në mbledhje që fajin e pati si krolifti. Çfarë? Po. Sigurisht. Ai kërkon të shkarkoj veten e tij dhe fajin të ajo tjetër kujt. Kështu më tha. Edhe unë budallaj e dëgjoja me vëmendje, edhe nuk mund t'i kundërshtoj dot, sepse kam frikë për ti. Frikë? Po përse duhet të kesh frikë? Ta di unë më shoku po ja. Sepse unë jam Koli i bindur, Koli i urtë, Koli që ka ndroje nga grua e tij parë, jo më nga kryengjinjeri. Ai që e mori po dhe unë kam familje për të mbajtur. Vërtet, vërejtjen më hoqi, po më vë prapë. Djalën më futin punë, po më heq prapë. Më fundos kur të doj. Ja pra ky jam Koli. Nuk duhet jetë kështu, Koli. Është se shoku bujar, unë nuk duroj dot me. Më vjen turp nga vetja ime. Në qoftë se jam i pa Zotin në këtë punë, më ishni ka kjo detyrë. Bollmë, nuk duroj dot. Alo. Ushjeni. Baba që kemi. Kemi qenë të zënë brëndaj. S'ka ndodhur gjë. Dhe Lina ka patur punë. Do vi sonde që kam nevojë të bisedoj. Po. Lupavsh. Mirë mbrëma. Sonte, revistën televizive do ta filloj me një kronik të përgatitur në kantierin detar të Durrësit. Të dashur telespektatorë, së bashku me punëtorët, projektuesit dhe montatorët e kantierit detar këtu në Durrës, po jetojmë çaste të një gëzimi të madh. Kur orëzohet me sukses të plot të mundi dhe djersa e tyre. Sinkrolifti me kapacitet të ngritës 500 tonë, i pari i këtij lloji në vendin tonë ndërtuar me forcat e veta, po jep me sukses të plot provën e tij të parë. Ju lumshin duart shok punëtor, montator e projektues. Ky është urimi ynë sot për ata që punuan pa u lodhur e që ja arritën kësaj dite. Është me vend të dashur telespektator që të themi sot në këtë ditë të gëzuar për kolektivin e këtij kantieri, se puna e tyre i shërben rritjes dhe fuqizimit të kësaj qendre të rëndësishme të riparimit të anijeve tona. Tregon edhe një herë atë që njerëzit tanë, duke mposhtur pengesat e vështirësitë, janë në gjendje që të prodhojnë edhe të tilla makineri e pajisje të komplikuar. Është me të vërtetë një kënaqësi e veçantë tek sheh punëtorët e këtij kantieri të entuziazmuar për suksesin e tyre të ri. Edhe synimet e këtij kolektivi, siç mësuam nëpërmjet bisedave me punëtor e drejtues të këtij kantieri, janë për më tej.
Mëngjes. Oh, po ti sigurisht të dytë. Po ja. Dytë jam, po. Ja kemi dalë të japim një dorë ndim shokëve triparimit. Ashtu? Për ato borxhet e Emilit, pra, kemi dalë të gjithë. Aha. Ozanën se pas ke marrë me vete? Për rregullon shtëpinë. E pesa mi foli brëm televizor dreqin? E pash. Kjo fjalë fa, po me mend. Inxhinier. Vërtet që sinkronisht të në vitit gjithë. Ja kështu ndodhë, po bush. Rregullojmë anje, po të rregullojmë edhe vetën tonë.